Kush je ti në fakt Ylli Kadiu? Ti ke lindur në vitin 1982 në fshatin Gur të Madhe, të rrethit mat në një familje të përndjekur politikisht, nga regjimi komunist. Ke mbaruar Ylli studimet e larta për gjuhë letërsi në Universitetin e Tiranës në vitin 2009, dhe mbas marrimit të shkollës, ti emërohesh mësues i gjuhës dhe letërsisë në fshatin tënd të lindjes, pikërisht në Gur të Madhe. Gur e Madhe, kujdes, është fshat i famshëm. Të gjithë e njohin këtë emër, sepse ka emër shumë interesant. Gur, jo vetëm Gur, po e Madhe. Edhe Gur edhe e Madhe. Sepse, po në fakt nuk e di, pse quhet Gur e Madhe, sepse ka dhe i gur të vogël? Po, ka një është gur e vogël. Gjithur që. Bukur. Tani, mbas mbarimit të shkollës, Ylli ti, si thash, emërohesh mësues i gjuhë letërsisë në fshatin tënd në Gur të Madhe, por pa pritur të heqin nga puna. Të heqin padrejtisht thua ti. Mbas 8 muajsh, vetëm 8 muaj, në shtator të vitit 2010, pra këtu e 15 vjet më parë. Pasi që sënë nga puna Ylli, ti të roket në çdo port për të gjetur drejtësi, të cilën ti nuk e gjetë kur. Në 2013, me ardhjen e socialistëve në pushtet, në atë kohë Ramsi 1, ti shkoje pothuajse çdo ditë te selia e PS-s dhe te Ministria e Arsimit. Marsit, është prekse historia e Yllit, dëgjoj. Po pse do e kuptosh pas pak se pse unë e ftova Yllin sot, se sa njerëz ka që kanë kalvare të tilla, vuajtje të tilla? Po prit do e kuptosh në fund pas pak minutash do e kuptosh pse Ylli sot në studion time dhe pse nuk janë të ngjashmit e tij. Ka pafund shqiptarë që vuajnë si Ylli, ëh? Po Ylli ka një diferencë. Po ka një diferencë. Po shiko, ka një diferencë që është pamundur mos e ftosh. Ja dëgjoj do ta them tani këtë. Pra, te selia e PS-s, te Ministria e Arsimit, ata thoshin që nuk je i joni, largohu më vlla, ç'pun ke këtu ti, nuk je i joni, i thoshin këta. Që te Ramsi parë. Pushteti pa parë, vlla. Largohu, nuk je i joni. Ma tani Ylli me këtë fytyrë që ka, që është, duket që është njeri i vetëm pa fajshëm, por babaxhan, s'mund të jetë njeri, nuk ka rëndësi ishte i joni apo jo. Ylli duhet dëgjuar, vlla, dakord? Tani, refuzimi pa parë, i mbetur jetim pa parti, sa bukur, i mbetur jetim pa parti. Në vitin 2014 Ylli, ti nisesh drejt Suedis plan. Sa vjeç ishe atëherë? 32. 32 vjeç. Dhe kërkon azil në Suedi. Ku shkove, në Stockholm? Në Malmo. Në Malmo. Malmo më duke se është tu afër, mos e nga të në jug të Suedis. Është në jug, është afër Norvegjisë? Sa po kalon Danimark. Afër Norvegjisë apo Danimarkës? Afër Danimarkës. Afër Kopenhagen. Kalon Kopenhagen. Po pra që kalon deti atje. Kalon një urë. Urë në det. Sa perle, unë do të shkoj atje, ishte bukur. Patjetër. Po thonë që këtë Suedi është mbushur tani me gojima, me kështu, është e vërtet? Ishte prishur ai imazhi, domethënë. Atëherë nuk e qenë tim pas jo ka shumë 2010-ën. Jo, ishte kishte gojima shumë, kishte gojima kështu arabëri. 2014, domethënë dhe kishin ardhur ajo pranvera siriane. Kishin ardhur ça? Suedia tani është bërë, duhet të kesh kujdes. Çudit Danimarka është mirë akoma. Po, ardhi pafund. Kujdes. Gjunase njerëz janë dhe ata, kupton, po që është tmerr valla. Tani kujdes. Gjithë njerëz jemi. Pra kërkon azil në Suedi, në Malmo, të refuzohet dhe në pas 3 muaj të kthehen në Shqipëri Ylli. Gjithmonë i pa punë, në vitin 2015, ti tenton të kalosh La Manshin. Ky Ylli, vlla, që ka këtë fytyrë kështu të pafajshme, i shfut La Manshit. La Manshi nuk është e thjeshtë për të kaluar, ë? Ishte një tmerr. Një tmerr, edhe atje ka shumë refugjat që vinë nga gjithë bota dhe shqiptar pa që kalojnë La Manshin dhe ka shumë prej tyre që mbyten. Her pas here fillon se është deti keq shumë ai lart aty. Jo, ne domethënë zgjodhem do të hynim tek Eurotuneli. Do të kalojmë në Eurotunel ti. Thasë të kaloj La Manshin shumë me këto anijet që futën fshehur aty. Tentuam, e kishim si plan të dytë atë domethënë. Dakor. Kur thua ne nuk ishe vetëm? Ishe me njerëz? Jo, isha me kunatin. Kishe kunatin tënd? Dakor. Tani, dështim La Manshin nuk kaloj dot? Jo, u arreston nga policia franceze. Pikërisht, ne thash dështim. Na mbajtën 2 javë në një kamp dhe na deportuan në Rinas. Ju mbajtën 2 javë në një kamp atje? Po, në një kamp të mbyllur. Atje në Calais? Po, në Calais. Calais ndërkohë një super qytet, ë? Po të afrohesh La Manshi është një tmerr, sepse është gjithçka e rrethuar me rrjete me kështu, atje nga ana tjetër është një perlë dhe pihet një verë mirë, ka ca kështu gjëra detit pa para, e duhet i dishti. Je kthyer më atje si turist jo? Jo. Po pse?
Ke kujtime të këqija? Kam kujtime të hidhur atje. Nuk kthehesh dot atje? Jo, vojtëm shumë. Nga Parisi e ke afër, maksimumi 2 orë sa? Me makinë është. Ose me tren 2 orë. Atë lloj forme dhe triumfon me të shkuarën, sepse është një lloj triumfi. Është pelë më burr. Po. Është pelë të shpejtë, kthehet tani atje. Nesër do flasim brapa. Në vendin e traumës është më vështirë. Në vendin e krimit. Në vendin e krimit pastaj është A ylli? dispozita çdo. Le të buzësh Të i thënë pak. aty tek gjykata ta vendosen si akuzë, domethënë hyrje në zonat të mbrojtura të Francës. E që ne nëpërmjet një grupi, se kishte shumë grupe. Po pse i quhen zonat e mbrojtura të Francës ato? Po Ç'është kjo akuzë? ne vajtëm atje. Jo, po pse i quhen zonë të mbrojtur? Kë quhen zonë të mbrojtur? Ishte sepse ne hym në zonën që ishte rrethuar Eurotuneli, domethënë. Mos, që atje s'lejohet fare të kalosh. Jo, fare. Është me rjeta me gjëra. Gjetëm E kupton se ç'bëjnë apo jo? gjetëm disa njerë, persona që merreshin me atë punë. Edhe? Edhe na vendos një adoleshent, ishte një 17 vjeçar që na printe, sepse këto Persona që merreshin me ato. adoleshenti i nxirrnin. Edhe aty kishin 3 rrjeta. Tre barriera, si thua. Jo, ishin rrjeta të larta. Po pra barriera, në atë Do kuptim, thënë po. çam të parën, kaluam, çam të dytën, po nga e dyta deri të shkoj tek e treta ishte rreth 1 kilometër që do të eci nëpër natë, Qartë. duke u zvarritur, se edhe në momentin që po kalonim të tretën, aty pastaj na kap. Sepse qëllimi ishte që ne duhet të kaloshim dhe rrjetën e tretë dhe aty ka një tren Po, normal. që mbushet me kamion dhe ne duhet arrinim që të ngjiteshim kur treni do ishte në ecje. Pra, treni në ecje do të ngjitesh në ecje. Po, Në filma. do të ngjiteshim në ecje. Tjetër e ke qenë më i dobët dhe theve. Po. Çfarë shpejtësie kishte? Sa nis treni, domethënë, por gjithsesi do të aty pastaj duhet gjenim një nga këto maunet që janë me mushama. Qartë. Futeshit brenda? Do të prisnim mushaman, të futshim në maune, ta lidhnim me diçka, edhe kur dilshim në tokën angleze, në një moment që maunja do të ndalesh, ne duhet zbrisim për t'u larguar. Ky që plani, që nuk u realizua kur. Jo. Çani, Alo, fix një film që quhet Hunger Games. Nuk dëgjosh atë jo. Është një film që quhet Hunger Games, që quhet Lojrat e të uriturve. Është një njëjta skenë. Patjetër pra. Vetëm se ky e ka në ëndër. E kishte në ëndër, kishte si projekt, por nuk realizoi dot ylli. Tani kapesh nga policia franceze si shtet, deportohesh në Rinas. Pas 2 muajsh merr denuncën, ishe martuar ndërkohë. Po, ishe martuar. Merr denuncën dhe vajzën dhe nisesh për Gjermani. Ej, dopi aventurë tani. Mi që e provoj vetë, që u kap, po mori dhe familjen, niset Gjermani. Kujdes. Kërkoni azil dhe atje, i cili ju refuzohet, të refuzohet dhe atje, dhe në pas 6 muajsh, ju caktojnë datën e kthimit ylli. Largoheni në për natë dhe shkoni në Francë nga Gjermania. Cilin kufi kalove ati? Ku afër Strasburgut? Ku kalove? Jo, ne ishim në Minden. Po pra, por ku futu në Francë? Në cilin vënd ishim? Metz. Në Metz? Metz. Dakord. Ku panoj aktualisht. Dakord. I bie të kenë kaluar Rinin, apo jo? Lumin diku. Në një nga urat e Rinit të kenë kaluar. Se lumi e ndanë Francën me Gjermaninë, apo jo? Ishte rrugë e gjatë, do të thonë se erdhëm nga Minden. Edhe ishte natë, po se kuptuat gjë. Po me qa erdhët, me qa e bëtat rrugë? Po, në kohën kur isha aty në Gjermani, njoha dikë, një djalë, Që? dhe ai vajti përpara, kishte një vlla atje në Francë. Edhe i them qofse mundesh, vish të më marrësh. Dhe ai u kthy dhe marr për... Nuk ishte shqiptar këta? Jo, ishte shqiptar. Ishte shqiptar, dakor. E njohta rastisht. Në Francë gjithashtu për kërkuar azil, dhe në pas 6 muajsh, pas 6 vitesh në fakt të meri, harini në Francë të mini dokumentat. Ja, kjo shpegon pra sepse Franca vazhdon të jetë vendi lider në Europë për të pranuar gjithë mizerin e botës. Në Gjermani sa rritën dot, në Angli po jo, në Angli jo se s'ka, patë nuk u futën ashtu, në Francë vend Franca të hap dyert, e kupton? E çuditshme, edhe unë kam qenë në Lyon, kishta hapur dyert. Po njerëzve që vinë nga vendet të ndryshme të Europës. Të shkretë francezë, gjuna. Ballkani. Pas 30 vjetësh nuk do ketë në francezë. Do jetë në Francë, pa Do jetë një popull i ri.
30 vjet, 50 vjet e llogarisim. Mund të jetë karma e kolonializmit francez kjo? Është arsye tjetër, emision më vete. Në fakt, Një sekond, Ylli. Kjo është historia jote e trisht në fakt. Në Francë e mirë azilin, të tretë, ti gruaja dhe... jo, nuk kemi fituar azil. Po ti, në atë që më ke thënë që e ke marrë azilin. Jo, do më thonë... Dhe arini pas 6 vjetë është meri, arini pas me 6 dokumenta. vjetës, për nuk është një ligji... Nuk ishte azil. Do më thonë, azili na u refuzua. Dakor. Po në fakt morë një resepise, Morëm është një ligj në Francë i vendosur nga Emmanuel Valls. Ai po, e di. Një ligj i integrimit që dikush që ka 5 vjet në Francë, domethënë ka fëmijë të shkolluar. Po ju ndërkohë s'kishit 5 vjet, si arritet Amirja domethënë? E kaluam 5 vjet. Po ishit 5 vjet ishte ilegal në Francë? Ilegal. Mos ja fut kohë. Dhe ai ligj favorizonte pikërisht këta ilegalët. Domethënë ishte dikush që jeton prej 5 vjetësh në Francë. Në mënyrë ilegale? Ilegale dhe ka respektuar vepra penale, ka fëmijë të shkolluar, mund t'i bëjë një kërkesë prefektit. Sepse është prefekti ai që vendos. Tonë se çat merri vendi ai. I bën një kërkesë. Vepra penale, thotë, si mund ta dish ti që një ilegal ka bërë vepra penale? Ai është ilegal, ai nuk e ka. Si çmendurim apo? Nuk kur e mendon, tonë se ç'bëjnë ata më burr. Dhe me ne që isha mallin Francës dërgoj, ai. Pyeta. Po. Dhe me dëshirë, domethënë në qoftë se prefekti nuk ka një ligj që e detyron, domethënë me dëshirën e prefektit mund të marrësh një leje qëndrimi. Dhe tani këto më di po flasim, ti ke dokumentat franceze? Po. Pasaport franceze? Jo, pasaport, kam leje qëndrimi. Të prershme? Jo, nuk është prershme, domethënë jepet për momente kam 2 vjeçare, pastaj rinovohet 4. Po gruaja dhe goca ku janë? Edhe atje. Tani, pse unë pranova ta marrë në studio, ta ftoj, ta pranoj se më ka shkuar Ylli, ka kohë mua që më ka shkuar. Janë kur të vinë në Shqipëri, duhet të takoj të më ndihmosh, kam një libër, ka disa projekte. Po. Kam 15 vjet në Francë etj etj. 15 vjet ka apo ka shumë? 10 po. E di pse pranova valla, se pasi lexova gjithë jetën e vet, tash edhe një sekond valla. Ky do të jetë i pazakont. Është pak e pazakont, sepse njerëzit që bëjnë sakrifica të tilla, duan të kalojnë Lamashin, por se nuk arrin dot. Ikin në siç iku Ylli në Suedi. Priti atje nuk arriti dot, nuk i dhan letrat. E ashtu e bën e kthyer apo jo. Okej, më në fund vajti në Francë, do i kthye prapë me këto i bëjnë për një përgjithësi shqiptarët, po të pyesësh paktën se statistika nuk e dim, i bëjnë për shembull ose sepse duan të bëjnë shumë para, dhe zakonisht janë njerëz që merren me drogra, me gjëra të tilla, pra me shpibari, me gjëra të tilla. Arsye profane. Po ja, arsye, janë arsye dhe ato patjetër, po. Që të bërë sakrifica duhet patjetër që t'ia vlej për diçka. Ylli e bën për librin. Për dashurinë që ka për letërsinë, valla. Këtë ka bërë për dashurinë për letërsinë, o plak. Dhe i disha më thash fare. Ç'a tha? Që shkrimtari mi preferuar është Viktor Hugo. Po normal, Viktor Hugo e di se do ma thosh tani vet. Pra e kupton pse e ftova se shumë e rëndësishme, se njerëz do thonë, "Ore, po më valla, pse ke ftuar ato Yllin ti? Ç'është ky Ylli Kadiu? Dhe s'ke ftuar një Ylli Kadi tjetër." Po. Ose një Arian tjetër, nuk ka rëndësi. Pikërisht për këtë, pra, ky ka bërë sakrifica që mund të humbiste jetën. Po. Për dashurinë për librin, plak. Pra ekzistojnë dhe këta njerëz. Të rrallën. Ka dhe një lidhje midis emrit tim, mbi emri Kadiu do thotë gjykatësi, Ylli është orientimi dhe sous le jugement du temps, on se dit frëngjisht. Le jugement du temps. Në kohës, pra Kadiu në kohës. Nuk e dia e ka bërë si lidhje. Dhe Ylli Polar që të ka... Nuk besoj, Dario, të shkon ty më të këto gjëra, se ka pas fare këtë ide në kohë. Ja bëj lidhjet e mia të Jo, mos na relativizoj emocionin, të lutem. Mos na relativizoj emocionin, më lër të ndroj pak. Ylli Kadiu është një personazh i rrallë, sepse nuk e bën njeri këtë gjë, që të bëj këtë sakrificë për të vajtur dhe për të bërë shkrimtar atje më, për të shkruar. Sepse Ylli dhe këtu tani është momenti jot, tani të fitojmë kohë, se s'kemi kohë, të më tregosh dhe pastaj do bëj një kështu në fund. Marsidi do bëj një, pasi dëgjoj, do me siguri do na thotë diçka për ta përmbledhur gjithë në mënyrë filozofike. Si më të madhe. Cili është në fakt? Cila është ëndra jote në fakt? Ç'të kam mbetur akoma pa bërë valla? Në Francë vajte, dokumentat i more, je këtu te unë sonte. Çfarë ke për të thënë Ylli? Jepi fol. Tani është momenti ose unë fola shumë. Atëherë, po që ëndra çdo shkrimtari që ishte do ta nisë nga fillimi, domethënë. Vetëm jepi ritëm. Hiqe emocionin, nga fillimi. Vazhdim, vjet. Unë linda në një familje të përndjekur politikisht.
nga regjimi komunist. Po duhet mos e nis nga fillimi këtë që lexova unë. Jo. Gjëra të tjera. Okej, dakor. Gjëra të tjera, s'ka lidhje. Edhe, domethënë ne pritëm demokracinë si një diell që vjen na drejtoj. Unë duke qenë në familje vetëm unë arrita nga që për ndjekur vëllezërit dhe motrat e ishim më mëdhej, vetëm unë arrita që të marroj një arsimim të lartë. Dhe çfarë ndodhi domethënë? Në 2005-ën kur partia ime erdhi në pushtet dhe unë u riktheva. Partia Socialiste. Jo, ishte partia. Ajo, fal, Partia Demokratike, po. Demokratike. Okej. 2005-ën, po. Unë erdha u riktheva me shpresën që unë partia ime tani fitoj dhe unë do të arrit bëj diçka. Por ndodhi e kundërta. Dëgjoj efektin francez kur flesh shqip. Ndodhi e kundërta, domethënë në moment që unë mbaroj shkollën, me qellon një deputet i PD-s, që e kishte kthyer matin domethënë në një principat të tij. Domethënë asnjë gjeth nuk mund të binte në tokë pa lejen e tij. Edhe ai për interesat të një miku të tij më heq nga puna. Ka i deputet i PD-s? Po. Ndërkohë që ai dinte që ti ishe demokrat. Domethënë ne ishim demokrat një shekull që normal, nga familja e gjitha këto po. Edhe ishte antikomunist, po. Edhe që aty pastaj Veç nga puna si mësues. Po. Edhe që aty pastaj ti patë një zhgënjim, patë një tronditje në atë kohë. Normalisht, sepse ishte një profesion që unë isha kthyer, domethënë sepse kam jetuar pak kohë në Greqi. A ke qenë përpara në Greqi? Po. Dhe u ktheva nga dashuria për letërsinë, nga dashuria për. Po kur ke jetuar në Greqi, fal, para se të mbaroje shkollën? Në shkollë ke jetuar? Domethënë në Greqi kam nisur që në moshën 15 vjeçare. Mos thuaj që ke kaluar kufirin. Po. Që në moshën 15 vjeçare. Pa i ka pasion kalimin e këtyre më dha. I ka pasion të kalojë rrjetat për plak, është perli. Është kalim me kalim e pangesa, është vrapim e pengesa, është me kufi. Në moshën 15 vjeçare, domethënë ecëm rreth një javë. Nga kaluat, nga cili kufi? Nga Korça dhe vajtëm deri nga Kapshisa. Po, dhe vajtëm deri në Trikalla. Në Trikalla. Ne thotë në gjysh Trikalla, sa i madh që është. Po, me një thjeshtësi. Po, është i madh, po. Është i lezetshëm, po. Ai u vjen edhe 15 vjeç. Po. Ishte të pjesën e Greqisë nuk më kishte treguar. Dhe Ladimi Lasel në ka. Kuptoj, po nuk flet mirë. Sa ndonjë atje? Nga mosha, domethënë gjithmonë edhe në kohën që isha në gjimnaz gjatë pushimeve verore shkoja, punoja se duhet. Vetëm në verë. Duhet puno. Pastaj mbasi mbarova gjimnazin, kam vajtur, kam ndenjur rreth 2 vjet. Deri kur u ktheva, domethënë për arsim për universitet. Edhe domethënë kisha sakrifikuar gjithçka. Po më thot tani, po më thon me mesazh tani. Pas ti libri që ne do ta botojmë në shqip, librin tënd, në gjykimin e kohës, sur le jugement du temps, libri jot i dytë duhet të jetë një gjithë ka të bëjë me aventurat e kapërcimit të rjetave. Që sa po të thashë? Jo, është një temë tjetër, domethënë. Po pra, kënaqësia jote për të kaluar kufi të palishëm pra. Pra po ta bësh re, ylli ka diu valla, gjithmesë duket pa e ditur dhe vet, thjesht po e pyet tani, pasioni jot, mos është që të jesh në kufi me, pra të jesh të eksiton fakti që ta thyesh ligjin, pra të kalosh. Me pëlqej sfidat. Pëlqen sfidat. Pëlqej sfidat. Tani cila është sfida e radhës së ybi? Greqinë e bëre. Këte kalove në Europë, Stockholm, Gjermani, Francë, tani shtë kam betur. Shtetet e Bashkuara. Më thuaj. Jo, Shqipërisë ndoshta, se ajo. Jo, Shtetet e Bashkuara të Amerikës është vështirë. I nga Meksika. Do të ikësh nga Meksika. Po, për të ikë në Meksik shumë larg. Do një kufi brenda Shqipërisë. Kam mbaruar atë. Kam udhëtuar goxha, domethënë, edhe nuk ja vlen më. Je lodhur. Ndjej farë dhe kur shoh dhe njerëz që me çanta që ecin. Ke marrë pak peshë. Unë të imagjinoj shumë të lehtë në peshë për të bërë këtë aventura. Me këtë peshë nuk i bën dot, je dakord me mua apo jo? Do të jesh çuli shkath valla, pam të kalosh nga këto. Jo, ju dëgjoj Arianin. Me nënën ke një raport të çuditshëm me gjuhën e nënës. Nuk e di se ç'kishte një gjë që më tha Ariane, kam shumë merak këtë pjesë e gjuhës nënës. Ke bërë një tekst për këtë. Unë s'kam kohë të lexoj, se shumë e gjatë, po do më thua është ti thelmin për mbajtje? Atëherë kisha pak fjalë. Kisha përgatitur një material vetëm ekskluzivisht për zonën e lirë, domethënë që titullohej
në gjuhën e nënës, vetëm nëna më ushqeu. Në gjuhën e nënës vetëm nëna më ushqeu. Sa e bukur. Ti këtë e ke shkruar materialin. Shumë Tani ti s'mund marrë ndërtosh mua këtu. Ke nevojë ta shohësh të shkruar apo? Po, patjetër. Do të thënë ishte një prezantim i jetës time, i titulluar, do të thënë në gjuhën e nënës, vetëm E lexove ti? Po e lexova. vetëm nëna më Ka pëlqyer shumë? Edhe më ka dhënë, do ta them fundun, po më ka dhënë përjetimin e gjithë filozofisë eksistencialiste franceze, sidomos të filozofit të madh Jean-Paul Sartre. Po të them fund, rezumen e gjithë. Do të thosh fund të mbaroj ylli. Është ylli më kujton një personazh, mund të them këtë? Po thuaj, po. Është histori e vërtetë, nuk e di, është bërë dhe film, është dhe libër bestseller, Papillon. Duhet ta kesh parë. Me atë që burgoset është një djalë i cili dënohet për një krim i cili nuk e kishte kryer, dënohet për vrasje, ndërkohë që ai ishte thjesht hajdut bijuterish, dhe çojnë në atë që quajnë atë kohë që ishte edhe koloni penale dhe koloni britanike i ishullit djallit. Në Saint-Hélène, mo? Po. Në Saint-Hélène? Po. Ishulli që quan Apollonin? Te ishulli djallit? Ishulli djallit. Okej, dakor. Ishulli djallit dhe Papilloni, i cili emri i tij i vërtet është, mund ta gjej këtu, ka kaluar 30 vite tentativa aratise deri më në fund e arriti. Henri Carrier e ka pas emrin e vet. Në koloninë famkeqe penale. Dhe të kujtoj këtë personazh. Dhe ylli më kujtoi historinë e Papillonit, i cili lidhet me idenë që njeriu nuk ka rëndësi nëse arrin qëllimin e tij apo jo. Po tentativa e parreshtur është ajo që i praprind çarjes ekzistenciale. Pra në një lloj forme kjo kalimi barrierave, kalimi kufive, kërkesat për azil, rrezikimi i jetës, në duke janë pengesa fizike që t'japin një guxim fizik, po në realitet ato janë ndalesa ekzistenciale. Sepse ti në këto ndalesa ke të bësh me gjëra që janë përtej fizikes, me humbjen e identitetit, me mos realizimin e ëndrave. Në këtë lloj kuptimi duke i pasur fizikisht, materialisht duke i përjetuar, ka më thjesht për të paraqitur në letër. Duke nga shkrimtarët e tjerë që rinë gjithkohës bibliotekë. A të ri kjo analizë ose më mirë ky konkluzion që të bëri Marsit Vupi? Je më shumë afër Sartrit dhe Camus apo je më shumë te Victor Hugo, i cili nuk ka shumë lidhje me këta dy? Ka shumë lidhje. Do ta them se me Sartrin. Sartri na ka thënë, atë shpjegoj se mbas se kupton, që nuk ka dënim më të madh sa të jemi të lirë, sepse gjithmonë kemi detyrimin të zgjedhim. Dhe prandaj Sartre ka thënë që ne kemi qenë gjithmonë shumë herë më të lirë sa që jemi sot në kohën e pushtimit nazist. Dhe kjo gjë ka ndodhur edhe në Shqipëri, sepse kohën e pushtetit komunist vërtet ishte i lirë, po se kishte këtë detyrimin e madh të zgjedhësh që të bën të ndihesh i humbur ekzistencialist. Puna ishte gati, edhe po mos deshe të punoje, do punoje. Të ardhurat aq sa ishin. Pak po kishte për gjithë. Ramsi po shkon drejt saj pra, të na i lehtësoj këtë gjë, mos kemi më nevojë zgjedhim. Ramsi po shkon drejt saj. Po dhe shumë mirë po e bën sepse na të duam. Unë për shembull nuk dua të ikim në Le Mans ose të kaloj kanë më mirë të jem tut, kem pak me një mbret despot iluminuar. Dhe ajo që ylli ka përjetuar në mendimin tim është që ka qenë i imponuar në zgjedhje, pavarësisht se të dështuara, ama ka qenë në mënyrë të parreshtur, të gjeneruara dhe gjithmonë ka kërkuar një zgjidhje tjetër. Kjo është ajo që i jep në mendimin tim talentin e letërsisë. Siç e thash, shumica çani shkrimtarëve, po edhe filozofëve, nuk kanë përjetuar fizikisht gjërat për të cilat kanë folur, madje kanë qenë kundërta atyre që kanë shkruar. Për shembull, Schopenhaueri ka qenë një nga njerëzit më pesimist dhe nuk ka shkruar për pesimizmin. Qartë. Ose për shembull Friedrich Nietzsche, i cili shkruan për vullnetin për pushtet, ndërkohë që në realitetin e tij thuhej ose cilësohej si një femër në trupin e një mashkulli. Është njeriu që ka folur më shumë për pushtetin dhe një më mirë vullnetin për pushtet, ndërkohë që vetë fizikisht, pra në këtë lloj kuptimi ylli të paktën është ajo që ai do, pra thyrja e këtyre kufive ekzistencial, dhe prandaj në shoh afër tyre, është ajo që për mendimin tim jep një talent dhe bën më të veçantë përposa atyre që thatë jo. Ylli jepi 3 minuta e fundit tuat. Përsonte. Atëherë unë e shoh jetën në një tjetër. Mendoj që njeriu kur lind kanë sepse shumë beteja që duhet të kaloj. Dhe duke parë jetën si luftë, si sfidë, dhe ai vazhdon luftën, domethënë sapo mbaron një betejë, vazhdon një betejë tjetër. Po thonë që qanë sepse, dëgjoj, thonë që qanë sepse ka problemin e dritës.
Disa Është mësuar brenda disa teori, madje mund ta them me këtë, thonë që rilind. Ne kemi rilindur nga shumë jetë të tjera dhe për shkak se i fshihen kujtimet, prandaj qandesh. Dhe kjo Jo, e them në kuptimin e asaj që është letërsia tani ky, nuk e ka literale. të letërsisë, domethënë, jo të Është metaforë. me një metaforë, domethënë dhe ai vazhdon me betejat, sapo mbaroi një betejë nis një tjetër, po. deri në fund, domethënë kur ai është shumë i lodhur, i raskapitur, domethënë dhe duhet të ndeshët me betejën e fundit dhe përballë kësaj beteje ai e humb. Edhe gjithë këto, domethënë, mesazhi gjithë këtyre që ne tham është që kur mos u dorëzo. Këto kam pasur një. Never give up. Kur mos u dorëzo. Domethënë, këtë kam pasur si synim dhe do ta kem gjithmonë në jetë, mos u dorëzo, domethënë, nesër është një ditë e re, diçka tjetër do të lindin. Kemi ardhur, jemi në një jetë, është një jetë luftë, kemi ardhur për të luftuar. Dhe për këta njerëz ka nevojë Ramses. Dhe jo, nuk e dim tani këtë. Prandaj ja ta mbaroj këtë dhe ta mbaroj në fund. Shoh shumë njerëz që bien në pesimizëm. Domethënë nuk ja dalin dot, ose si ja dal, s'ka më forcë të vazhdoj. Unë jam e kundërta dhe mesazhi që do t'i jap kur mos u dorëzo, si do të jetë. Kemi ardhur për të luftuar dhe do të luftojmë deri në. Ndërkohë ti u dorëzove se kur ai deputeti i PD-s në Borel atje, të hoqi nga puna, kur ti ishe mësues, ti nuk është se vazhdove betejën këtu. Ti ike jashtë. Dhe 4 vjet. 4 vjet pra, por nuk vazhdove betejën, ike jashtë. Nuk kishte asnjë shpresë më, domethënë deputeti i PD-s ishte aq i fuqishëm sa që njerëz të afërt të tij më thanë që vetëm Berisha arrin që ta mposhte. Po ti pse nuk tentove asnjëherë të emigroje brenda, të migroje, si thuhet, të migroje brenda Shqipërisë? Pse duhet të shkoje aq larg nga Boreli? Po jo, tentova dhe Tiranën, domethënë nuk arritet dot. Ishte e pamundur, vitet 2013-14 ishte e pamundur, domethënë deri tek security nuk të merrte kusht. Ka qenë kufi më i vështirë se Salamanshi, Tirana. Patjetër ishte pamundur, nga që nuk pash më asnjë. E fundit fare, pse nuk ikën në Kosovë? Se shkojnë mendja në atë kohë. Nuk e pëlqeu. Nuk e kam menduar këtë, domethënë. Kosovën. Tani votove këtu në Shqipëri ylli? Jo, kam qenë në Francë. Regjistrove për të votuar ylli? Jo, nuk kam votuar. Patë po t'ike në Kosovë nuk të t'ikte i rej nga puna, kjo është e sigurt. Nuk e di, nuk e njoh në detaj. Mund t'i bëjmë pyetje Arian? Kam frikë se s'kemi kohë. Shumë shkurt. Pa mund. Të vinë ato let jo.